Të blesh një pronë në Shqipëri bëhet gjithmonë me shtrenjtë, sidomos në zonat bregdetare, por edhe në kryeqytet. Por si ka ndikuar procesi i rivlerësimit, i cili ka nisur në muajin mars të këtij viti. Ne do të diskutojmë me kreun e Nareas, zotin Reinaldo Pipiria. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, kënaqësi të me ju. Si ka ndikuar procesi i rivlerësimit në tregun e shitblerjeve? Në fakt ka disa ndikime nga ky proces. E para patjetër që ka dhënë një lloj frymarrje tregut pasurive paluajshme, ndoshta jo në pritshmërinë që ne kemi pasur po themi për gjithë këto 2 vite, megjithatë është e kuptueshme që kur fushata lançohet 2 vite me radhë dhe nuk ndodh, do thotë që në një farë mënyrë shpresa dhe tempi dhe interesi mund të jetë më i ngadalt në muajt e parë. E dyta i ka dhënë ndihmë formalizimit të tregut pasurive paluajshme, duke pasur parasysh që në rreth 3 muaj, po them mars, prill, maj, do të jenë diku tek 40 milionë euro të argëtuara nga procesi i rivlerësimit, çka përkthehet ndryshe në rreth 800 milionë euro, të cilat janë të formalizuar tashmë vlera pasurive paluajshme në kartelet e pasurisë paluajshme. Kështu që janë 2 efekte shumë të mira. Presim që të ketë tjetër lloj ritmi tregu pasurive, sidomos pas sezonit të turizmit, sepse të gjithë e dinë që në një moment kur ka turist, është pak më e vështirë për të blerë, sepse gjithë vëmendja shkon në drejtimin e blerësve të huaj. Pra ka më tepër presion në treg, ka dhe më tepër konkurrencë, edhe kryesisht shkon në vëmendja ndaj blerësve të huaj. Kështu që presim që gjatë shtator, tetor, nëntor dhe muajin dhjetor të ketë pak më tepër hapësirë për blerësit vendas dhe për çdo i cili do të gjejë një alternativë ekonomike. Ka patur interes për këtë proces? Ka pasur një interes në 2 muajt e parë, nëse s'kam gabim, po themi sepse procesi filloi diku në fund të shkurtit, mars-prill, në 2 muajt e parë ka pasur rreth 9500 aplikime, dhe nëse ne shikojmë statistikat, qoftë për numrin e aplikimeve, qoftë për volumin të argëtuar, qoftë edhe për volumin e rivlerësimit për numër aplikim, jemi shumë më mirë se vitet e tjera. Pra 9500 aplikime në 2 muaj, do të thotë që ka pasur një pritshmëri të lartë nga aplikantët për një kohë të gjatë, dhe nëse vazhdojmë në këtë trend, i bie që do të jemi viti ose fushata më e suksesshme e rivlerësimit pasurive paluajshme, duke pasur parasysh që nuk është një vit i plot, fatkeqësisht për shkak se akti nënligjor e dorë me vonesë, po themi nga marsi deri në fund të 2026-s, i bie që të jetë fushata më suksesshme për numër aplikimesh, për para të argëtuara dhe për volum rivlerësimi. Shumë persona apo familja që dëshironin të blenin një pronë, në fakt pritën procesin e rivlerësimit me shpresën se çmimet do të vinin. Aktualisht si janë çmimet në tregun e shitblerjeve? E thënë vërtetën, çmimet, sidomos në pjesën e Tiranës, kanë arritur një lloj maturiteti, pra një lloj piku. Kam qenë duke konsultuar statistikat, më rezulton që do duhet të jetë diku tek 1960 euro për metër katror, çmimi mesatar në Tiranë, ndërkohë që në 2021-shin 2022-shin ka qenë rreth 1250 euro për metër katror. Patjetër që nëse marrim vetëm shifrat në euro, ka një rritje prej 55%, 56%, nëse krahason 2 periudhat, por duhet marrim parasysh që euro është vlerësuar 25 deri në 30%. Sido që të jetë, kur kalojmë në këto shifra dhe në këtë ritëm rritje, efekti psikologjik ka ndikuar te të gjithë aktorët në treg, sidomos te blerësit, të cilët kanë qenë duke pritur për një pronë ekonomike nga procesi i rivlerësimit. Është herët, për të thënë, të 2-3 muaj, prandaj e shtriva parashikimin, e shtyta në kohë për shtator, tetor, nëntor, dhjetor, sepse këto muaj, sidomos për shitsin, janë muaj me më tepër interes, dhe shitsi është në një pozitë më të favorshëm për të tregtuar pasurinë, sepse nëse nuk e përballon dot një familje e mesme shqiptare, ka një alternativë që janë të huajt. Sidomos kur flasim për zonën e Bregdetit, por edhe qyteti i Tiranës nuk ngelen brapa për shkak se ka të huaj të cilët janë ose duke marrë me qira ose duke bler në Tiranë. Kështu që do duhet presim shtatorin edhe në vijim, ndërkohë që procesi i rivlerësimit nuk është i dedikuar vetëm për ata të cilët duan të shesin pasurinë e paluajshme, por është i dedikuar për çdo i cili don të rivlerësojë pasurinë e paluajshme, ta ketë vlerën e saktë, reale sipas regull në kartelën e pasurisë. Dhe mund të jenë disa arsye, mund të jenë për shkak se mund të jetë pranë një procesi shpronësimi, mund të jetë pranë një procesi të zhvillimit të pasurisë paluajshme, pra një leje ndërtimi, por mund të jetë edhe pranë një procesi që thotë të gjithë mund ta shes pas një viti, pas 2 vitesh, kështu që është më mirë që ta kem të kursyer të taks nga 15% të datim ta kem të paguar tashmë 5%. Sido që të jetë, në cilën do situatë mund të jesh,
ne sugjerojmë që pronat të rivlerësohet, sepse duke qenë rivlerësuar është shumë më likuide. Tregtohet më kollaj para çdo surprize që mund të na sjellë situata ekonomike, shëndetësore apo jeta në Shqipëri. Dhe janë dy forma të këtij procesi rivlerësimi që mund të bëhet me rivlerësues së pasurive, por edhe me aplikimin në Ellberg. Dhe janë teorikisht janë dy forma, fatkeqësisht ka ngelur vetëm një formë, ajo e me vlerësuesit e pasurive paluajshme, pra me vlerësuesit privat. Pse? Sepse çmimet e referencës nuk janë përdicuar për pothuajse gjithë Shqipërinë përveç qytetit Tiranës, që ka çmimet që në gusht të 2023 dhe po i afrohemi gushtit të 2026-s. Janë 3 vite që ka pasur dinamika, ka pasur ndërtime, ka pasur ndryshime çmimi dhe mendoj që alternativa e vetme ka ngelur që ti të shkosh me blerjen reale tregu, pse sepse çmimet e referencës në Shqipëri janë shumë larg nga realiteti. Sidomos ku flasim për produktin tok apo për produktin zyrë, se ndoshta për ndërtesa industriale edhe për apartamentin po megjithatë ka edhe një produkt tjetër që është produkti zyrë apo produkti i tokës që nuk është përmendur në asnjë proces të rishikimit të çmimit të referencës. Ku ka qenë interesi më i lartë për rivlerësim të banesave, të objekteve tregtare, për tokën? Nuk e kemi këtë të dhënë, po themi të diferencuar. Kemi dhënë që qyteti i Tiranës ka qenë qyteti kryesor dhe tregu kryesor ku ka funksionuar procesi i rivlerësimit, dhe më pas janë qytete bregdetar, pra Durrësi, Vlora dhe Saranda. Janë të kuptueshme pse, sepse qyteti i Tiranës ka mbajtur peshën kryesore të tregut të pasurive paluajshme, qoftë edhe të leve të ndërtimit, sidomos ku flasim pas 2016-s, pa filluar akoma Bregdeti, pra deri në 2021-shin, 2022-shin, Tirana ka qenë tregu kryesor dhe një pjesë e këtyre pronave të cilat janë duke rivlerësuar tani janë me shumë mundësi pronat që janë marrë me kontrata porosie në proces ndërtimi e sipër, të cilët kur ka marrë certifikatin e pronësisë, duhet të reflektojnë vlerën reale të tregut, që mund të jetë shumë ndryshe nga 2016-17 kur janë vlerë. Dhe pastaj vijnë qytetet bregdetare, pse sepse ato kanë pasur zhvillim më të madh, pra qytetet turistike bregdetare kanë pasur lejet më të shumta dhe më të mëdha të lejes ndërtimit, por në të njëjtën kohë kanë pasur edhe dinamikat më të larta dhe rritjet më të larta të çmimeve në krahasim me pjesën tjetër të Shqipërisë. Kështu që këto dy zona kryesore, Tirana dhe Bregdeti, janë ato të cilën mbajnë peshën kryesore të rivlerësimit. Kjo kërkesë e lartë ka ardhur për shkak të dinamikës së rritjes objekteve të ndërtimit, rritjes së investimeve, lëvizjeve demografike, dhe po të marrim çmimin për metër katror, si ka variuar nëse marrim vitin 2024, 2025 dhe 6 mujorin e parë të 2026-s. Por mesatarisht, nëse flasim për qytetin e Tiranës, në 2 vitet e fundit, po themi 2025 dhe 2026, çmimi mesatar është rritur 4-5%, ndërkohë që kur flasim për pjesën e Bregdetit, kemi edhe 12 dhe 17%. Është vështirë për të bërë vlerësime konkrete në të gjitha detajet, për shkak se kur flasim për pjesën e Bregdetit, pronat janë projekte në zhvillim e sipër. Kështu që pronat blihen në zhvillim e sipër dhe tregtohen në zhvillim e sipër, dhe kjo nuk na jep pamjen 100% të plot. Por vlerësohet që Bregdeti ka fituar, ka pasur ritme të shpejta të fitimit të çmimit, pra të nivelit të ri të çmimit, për shkak se kanë qenë projekte shumë të mira të cilat janë duke ndërtuar në Bregdet, edhe ndoshta edhe me pasigurinë që nuk e dim nëse këto projekte do të replikohen, pra do të ketë projekte të tilla të ngjashme. Dhe Bregdeti është përballur gjatë gjithë kohës me blerësinë e huaj apo me diasporën shqiptare që vjen investon në Shqipëri. Ndërkohë që kur flasim për Tiranën, çmimet kanë arritur atë lloj niveli që kanë fituar stabilitet, sepse është e kuptueshme që kjo është Tirana, këto mund të ofrojë Tirana dhe kryesisht strehimi në Tiranë, po themi ose blerja një pronë në Tiranë është për 2 arsye, për strehim ose për pjesën e Airbnb-s. Ndërkohë që për Bregdet blihet shtëpia e dytë, ndoshta edhe për mirëqenie dhe për pushime dhe për tjetër lloj destinacione të përdorimit. Dhe kryesisht Bregdeti është blerësi kryesor, është tregu i huaj, janë turistët apo edhe emigrantët, po për Tiranën janë familjet që kërkojnë, ndoshta duke drejtuar edhe bankave për të marrë kredi. Kryesisht Bregdeti përballet me blerësinë e huaj, po themi me jo rezidentit, se mund të jetë diaspor që jeton jashtë Shqipërisë, por kryesisht i shërben atij tregu, e kemi thënë që kur lëvizim nga veriu në jug,
në jug shkojmë deri në, po themi në zonën e Sarandës, 60-70% e klientelës vjen nga shtetet e tjera, po themi jo blerës vendas shqiptar. Ndërkohë që për Tiranën blihet nga ata të cilët duan të strehohen, ata të cilët kanë një mundësi të marrin një kredi apo një kredi të butë, dhe ka pasur edhe një kategori, e kemi parë fatikisht dhe numrin e Airbnb-ve që është duke ushtuar në Tiranë, ka pasur edhe kategorinë atyre qytetarëve të cilët deri në momentin që Banka e Shqipërisë nuk kishte nxjerrë rregullat e reja, i drejtoheshin sektorit financiar dhe merrnin hua nga bankat për të investuar në njësi për qera ditore. Pra Airbnb duke arritur 5-6.000 njësi të listuara. Por Tirana kryesisht i drejtohet strehimit afatgjat dhe këto dy lëvizje në Tiranë patjetër që kanë ushtuar presion, për shkak se strehimi i afatgjat në Tiranë është bërë gjithmonë më i vështirë, me çmime afërsisht 2.000 euro për metër katror çmimi mesatar dhe kërkon gjithmonë më tepër ndihmën nga sektori financiar. Pra pa bankën do të ishte vështirë për të aksesuar tregun në Tiranë. Megjithatë, prej korikut të 2025-s u shtrënguan rregullat për marrjen e kredis, ku bankat e nivelit të dytë në bazë rregullore së re të Bankës së Shqipërisë nuk kreditojnë më tepër se 80% e vlerës së pronës. Po, është vërtet, megjithatë, nëse shikojmë statistikat e 2025-s, për të gjithë komponentët që mund të lexohen lehtësisht që mbështesin tregun e pasurisë paluajshme, qoftë kredia hipotekore për banesa, kredia re për banesa, qoftë investimet e huaja direkte, apo edhe remitancat, të cilët një pjesë e tyre patjetër që shkojnë si mbështetje për familjet në Shqipëri për strehim, jo vetëm për koston e jetesës, të gjithë të tre komponentë kanë pasur rritje dyshifrore. Kështu që atë që ne shikojmë është që edhe rregullat e reja të Bankës së Shqipërisë nuk është se kanë ngadalësuar vullnetin dhe qëndrimin dhe përkushtimin e bankave të nivelit dytë për të mbështetur shtresën e mesme me kredi. Përkundrazi do të ishim me rënje. Në të njëjtën kohë, duke pasur në vëmendje edhe lëvizjen e fundit të Bashkisë Tiranës me fushatën e kredive të buta, e shikojmë që edhe këtë vit sektori bankar do të vazhdojë ta mbështesë pjesën e strehimit, aq më tepër kur ka një angazhim nga institucion si Bashkia e Tiranës për të mbështetur me ngarkesën e kostove që vijnë nga norma e interesit. Do duhet të shikojmë, nuk i kemi të dhëna realisht, do duhet të shikojmë edhe pjesën e financimit për Airbnb, pra do duhet praktikisht Banka e Shqipërisë të mund të prodhojë pak më tepër statistika për këtë pjesë. Pra pjesë e kredisë së re për banesa ka vajtur, ose pjesë e kredisë së re për pasuri paluajshme shkon për banesa, dhe pjesë shkon për strehim, dhe pjesë është për banesa, për Airbnb apo për qira. Pra ka mundësi tani, një vit, Banka e Shqipërisë ka mundësi të prodhojë më tepër statistika për të kuptuar. Por në total, portofoli i bankave për banesat nuk ka njohur rënje, pra ka njohur rritje dhe nuk më vjen shifra në mendje, por ka qenë dyshifrore, të paktën 12 apo 16% nëse s'e gabim. Përballë çmimeve në rritje të qirave, është më mirë të blehet një banesë, qoftë edhe me kredi? Nëse ke mundësi, nëse ke mbështetje familjare, kursime dhe arrin që të aksesosh sektorin bankar, pra ke të ardhurat të deklaruara, ke një stabilitet në pagën tënde, do të ishe më udhës të merre një kredi dhe të paguaje për shtëpinë tënde. Pse? Sepse qiraja në Tiranë është bërë shumë e shtrenjtë. Pra, dikur ishim 4-6 euro për metër katror, sot jemi pa frikë 8 apo 9 euro apo 10 euro për metër katror. Pra, është bërë për një familje që do një shtëpi 2+1, patjetër që duhet shkoj 550, 600, 650 euro në muaj, vetëm pjesa e strehimit. Por mos thënë që në zona tjera mund të jetë edhe më tepër. Edhe praktikisht e kalon pagën minimale në Shqipëri, kështu që nëse ke mundësi të aksesosh sektorin bankar, më mirë shkon në atë drejtim. E dyta është që po bëhet gjithmonë më emergjente ndryrë me politika strehimi. Mendoj që është e pamjaftueshme kredia e butë. Aq më tepër ndërtuar në këtë format që kemi aktualisht, ku institucioni shtetëror do të ndihmojë me barën e interesit mbi 3%. Pra deri në 3% të kredisë do të paguash vetë ti si kredimarrës bashkë me kapitalin, dhe nëse shikojmë normat mesatare të kredisë në lek, sot është 3.7, 3.9, maksimumi 4%. Kështu që 3% dhe principalin e pagon kredimarrësi, ndërkohë që
bashkia, institucioni apo institucion shtetëror kushdo qoftë, paguan vetëm 1%, pra të ndihmon vetëm me 1% të interesit. Kështu që do duhet ndërhyrje emergjente me financimin për kredi të buta, por qoftë edhe me rregullimin e tregut që rast. Nuk mund të vazhdojë të jetë në këtë mënyrë. Airbnb-a do duhet formalizohet, do duhet paguhen taksa dhe këto taksa duhet të vendosen në funksion të shtresave të mesme, të cilët po kërkojnë strehim. Shpesh është kjo dilema, ku duhet të marrë shtëpinë, ti je afër qendrës apo në periferi? Në fakt po të shikosh edhe çmimet në zonat periferike edhe ato kanë njohur rritje të ndjeshme. 1200, 1300 euro pjesa e Paskuqanit, pjesa e Universitit, pra dhe ato të cilat ishin zona ekonomike dikur, janë zona të shtrenjta aktualisht, me gjithë vlerësimin e monedhës euro ndaj monedhës tonë kombëtare. Sugjerimi është aty ku mund ta përballosh. Pra nuk ka një formulë të artë. Shiko që 35%, maksimumi 35% e të ardhurave familjare të shkojnë për strehimin. Pra, maksimumi, mos e kaloni. Unë do të thosha edhe 30%. Pra, nëse 1/3 ose 3%, që është më pak se 1/3 e të ardhurave familjare mund të shkojnë për strehimin, atëherë kanalizojnë në këtë drejtim dhe vendos cila zonë i përshtatet këtij buxheti që ke. Patjetër që do të ishte udhës të jetosh në zona sa më afër qendrës Tiranës, por më afër qendrës Tiranës ka kosto më të lartë për të blerë banesën, po themi për të aksesuar tregun, por ndoshta ka edhe kosto më të lartë për të jetuar. Qoftë pjesë e parkimit që është bërë një çështje shumë e rëndësishme në qytet, sidomos kur shikojmë çmimet që kalojnë 25 deri 70-80.000 euro një parkim në Tiranë, por është çështje edhe shkollimit dhe çështja e hapësirave. Që do para qoftë edhe çështjet, po themi edhe çmimet e zonave, po themi për shërbimet që ofron. Kështu që duhet të bëhet një balans shumë i mirë midis 30% që të ardhurave familjare me zonën e cila të siguron të paktën parkimin, të siguron shkollimin dhe të siguron një jetesë normale. Dhe si shikoni të ardhmen e tregut të shitblerjeve për një periudhë më afatgjatë? Është e varur dhe duhet të mbajmë po themi është e varur nga disa dinamika, duhet të mbajmë në konsiderat disa dinamika. Një dinamikë është nëse çmimet vazhdojnë rritjen, sidomos në qytetin e Tiranës, atëherë ka për të bërë më e vështirë. Ne sugjerojmë që ky është niveli ku duhet qëndrojmë, pra nuk duhet të rriten më tepër. Pra ku flasim për 1960, 2000 euro për metër katror, mendoj që maksimumi që mund të toleroj tregu i Tiranës është vetëm norma e inflacionit. Pra nuk duhet të ketë spekulime edhe rritje të teskashme. Pra, edhe projektet e reja që dalin do duhet të bëjmë mirë për llogaritjen. Nuk mund të dalësh me rritje 30-40% nga ç'është tregu sot. E dyta, do duhet shikohet se si do të vazhdojë situata e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, nëse do të ecim shpejt, nëse do të ketë stabilitet dhe do të ecim shpejt në Bashkimin Evropian, do të ketë më shumë besueshmëri për Shqipërinë dhe do të kemi investime të huaja. Pra, investime të huaja vërtet serioze për vendin. Nëse këto kapitale hyjnë në ekonominë shqiptare, ka vende pune, po ka edhe të huaj të cilët mendojnë të rilokohen, të vinë të jetojnë në Shqipëri, atëherë kjo do të jetë prurje në tregun tonë dhe do të ketë më tepër, po themi, transakcione pasurinë paluajshme. Në të kundërt, nëse një nga këto të dy komponentët bie, patjetër që është më e vështirë situata. Megjithatë, nuk duhet të heqim jashtë, po themi, ekuacionit pjesën e turizmit, sepse një pjesë e mirë ka qenë për shkak të turizmit. Pra ato paratë që kanë hyrë në Shqipëri, pavarësisht se hyjnë në qytete të tjera, prapë në fund ditës, nëse integrohen në ekonominë shqiptare, përfitojnë zonat industriale, përfitojnë qytetet e mëdha. Por do duhet në cilëndo moment do duhet vërtet të sillemi seriozisht me kanalizimin e këtyre parave në ekonomi, ashtu siç duhet të formalizohen dhe të mund të shpërndahen në mënyrë të drejtë, sepse turizmi vërtet ka sjellë para në ekonomi, por ka pasur sfida me informalitetin, ashtu si Airbnb-a vërtet mund të sjellë frymarrje për tregun e turizmit dhe shtretër për të akomoduar, por ka vështirësuar në mënyrë të teskashme strihimin për familjet që duan qira afatgjata. Kështu që të dyja duhet vendosen balans, në të kundërt pastaj dëmtohet tregu. Shpesh në fakt është folur edhe për një numër të madh ndërtesash, banesash që mbahen të bllokuara
dhe nuk jepen, mund të jenë emigrant, mund të jenë dikush tjetër që nuk i ka vënë në funksion, por aludohen edhe për një pakt mes agjensive imobiliare për të mbajtur këtë treg të lartë të çmimeve, qoftë për qiras, qoftë edhe të blerje. Nuk e kam dëgjuar pjesën e paktit, është era e parë që e dëgjoj, nga ana tjetër duhet kuptojmë që tregu, po themi, agjencitë imobiliare ose ndërmjetësit pasuri palueshme punojnë bazuar në suksesin e transaksionit. Kështu që nëse ka më pak prona në treg dhe po bëhet më e vështirë për të blerë, do të thotë që transaksioni është më i vështirë për të ndodhur. Nëse rritet koha e shitjes së pronës, apo nuk ka blerës potencial, humbin gjithë. Humb blerësi, që nuk po gjen alternativa në treg, humb shitsi për shkak se ka shumë shtrenjtë dhe nuk ka blerësin e duhur, humb në mes edhe ndërmjetësi pasuri palueshme për shkak se nuk ndodh transaksione dhe nuk ka një sukses, pra nuk merr komisionin për këtë transaksion. Kështu që mendoj që nuk është e vërtet, ose do ishte shumë e vështirë për ta besuar, aq më tepër që ne kemi qenë të vetmit aktor në treg që kemi promovuar rivlerësimin e pasurisë, pra të themi fushatën, kemi promovuar uljen e tatimin mbi transaksionet e pasurisë palueshme, me synimin që të ketë sa më shumë prona të cilat dalin në treg, dalin të pangarkuar me tatimin 15%, dalin sa më afër vlerës së tregut dhe pa joshje për të deformuar, për të vajtur në informalitet. Pra ne kryesisht jemi në këtë drejtim, pra jo vetëm që nuk themi duhet mbajtur mbyllur, por edhe kur dalin në treg të dalin sa më afër realitetit, 100% e deklaruar me një tatim e cili nuk e shëmbron tregun dhe e lejon të gjithë. Mendoj që po ka prona të bllokuara, po themi, ose prona të shitura po të pabanuara. Nëse s'jam gabim, do duhet të qenë mesatarish gjatë 2025-s diku tek 230.000 apartamente banesa me konsum zero të energjisë elektrike, çka do thotë o janë prona të blera të pabanuara, ose janë prona të blera dhe janë të emigrantëve, po themi pjesë e Shqipërisë e cila nuk jeton më në Shqipëri. Por këtu ne mund të bëjmë shumë. Mund të bëjmë shumë me sistemin e tatimit, pra t'i lejojmë të dalin në treg, nëse nuk po banohen, t'i nxisim të dalin në qira afatgjate, pra të vendosen në përdorim. Kështu që do duhet të shikojmë, nuk i kemi statistikat temi si janë të shpërndarë gjithë Shqipërinë, por dim që janë diku tek 230.000, por do duhet punojmë pak më tepër, po themi ekzekutivi me sistemet e incentivave për të dalë këto prona në treg. Ndoshta dhe me këtë tatimin, shtëpi e parë, shtëpi e dytë, edhe këto ndoshta do t'i kenë dhe nuk do t'i mbajnë më, ose do t'i shesin, ose do t'i vendosin në treg. Taksimi pasurisë palueshme është një formë që duhet të ndodhi në Shqipëri, qoftë ndaj pasurisë e cila po blihet dhe nuk po përdoret, qoftë ndaj Airbnb-s, qoftë ndaj qiras afatgjat. Pra sot ne duhet të kuptojmë që pavarësisht se si ti përdor pasurinë palueshme, kjo do duhet të taksohet në mënyrë të drejtë. Në momentin që ndërton, ti konsumon tokë, ujë, pra konsumon hapësirë. Hapësirë, konsumon ajër, pra konsumon të mirat e përbashkëta në këtë vend. Përsa kohë që të gjithë po konsumojnë këto të mira përbashkëta, atëherë do duhet të kontribuojmë bashkërisht. Kështu që do duhet të mendojmë realisht për taksimin. Fatkeqësisht projektligji, po dhe ligji i ri për taksimin mbi pasurinë palueshme, projektligji është shtyrë në kohë, nuk ka një garanci nëse edhe kadastri fiskal do të fillojë në 1 janar të 2027, pra ka shumë gjëra të shtyra në kohë dhe duket sikur pa një sjellje të urtë edhe vërtet të drejtë mbi vlerën e pronës, mbi çmimet reale të pronave, mbi çmimet e referencave të pronave, çdo gjë që ne flasim për tatime, për taksime, për qira, çdo gjë vjen e deformuar në vendimmarrje dhe nuk jep efektin e duhur që duhet të ketë në ekonomi. Se vërtet ne mund të themi ti taksojmë pasuritë e dyta të treta, po mbi ç'bazë, mbi çfarë vlere. Sot ti ke çmime reference që nuk i ke reale. Atë taksoj sa duash, prap kjo nuk do të shërbejë si vlerë reale, si input reale ose ardhur reale në ekonomi. Dhe duke pritur që procesi i rivlerësimit të ndikojë edhe në uljen e çmimit të blerjes së apartamenteve, por edhe në tregun e qirave, cili është roli i ndërmjetësit apo i rivlerësuesit të pasurive të paluajtshme? Janë 2 role të ndara. Ndërmjetësi kryen ndërmjetësimin midis shitësit dhe blerësit, duke garantuar palët në interesin e tyre,
dhe duke çuar transaksionin sa më në përputhje të ligjit. Pra, po themi kur them sa më në përputhje të ligjit, sidomos në procesin e rivlerësimit, sugjerimi ka qenë para se ta tregtosh, mos bëj evazion, mos bëj shmangje, bëj një vlerësim të pronës, paguaj tatimin dhe të vemi 100% me vlerën e deklaruar reale siç duhet të jetë në treg. Ndërkohë që vlerësuesi pasurive ose rivlerësuesi pasurive ndihmon në procesin e rivlerësimit të pronës para se ajo të dalë në treg. Kështu që janë dy role të ndara, mendoj që janë dy role shumë të thelbësore në këtë moment ku jemi duke jetuar në Shqipëri, sidomos për procesin e rivlerësimit dhe tregtimit të pasurisë, sepse të dy përgatisin pronën për një transaksion sa më real dhe sa më të plot në treg. Dhe duke ditur kufizimin që ne kemi me ofertën në tregun e pasurive paluajshme, sepse duhet shikojmë edhe pak më tepër monitorimin, po themi vrotimin e Bankës Shqipërisë, sidomos në fund 2025-s kemi vënë re që niveli i transaksioneve ishte ulur, por në të njëjtën kohë edhe jetëgjatësia, po themi ditët në të cilët kjo një pronë e caktuar ishte në treg, ishte ulur. Pra prona tregtoheshin më shpesh. Çka do thotë, duke qenë se tregtohen më shpejt, do thotë që ka më pak prona në treg. Dhe fatkeqësisht ka pasur më pak prona, prandaj edhe ka pasur më pak transaksione. Kështu që gjatë këtij viti ne besojmë që do të jemi në tjetër situatë. Të jemi në tjetër situatë, por do të varet edhe nga sjellja e shitësit. Nëse shitësi nuk do të abuzojë dhe s'do të spekulojë me çmimin, por do të dëgjojë këshillën e ndërmjetësit pasurive, besoj që do të dalë me sukses. Nëse do të dëgjojë këshillën e komshiut, që prona vlen më tepër, atëherë mendoj që do ta kemi të vështirë. Dhe ky është një mesazh që ju jepni për gjithë ata që duan të blejnë një banesë, por edhe për ata që duan ta rivlerësojnë banesën apo pronën që posedojnë. Qoftë top, qoftë aktivitet biznesi e tjerë. Nëse do ta shesësh, nuk e shet komshiu, nëse do ta rivlerësosh, nuk ta rivlerëson komshiu. Në të dy rastet ka profesionistë të cilët janë gati të bëjnë maksimumin për i dhënë vlerën që takon pronës. Kështu që kontrakto profesionist që të jesh i sigurt që po merr atë që ti takon, atë që ti meriton.